Skuadra Verdezi në derbin ndeshjen e javës së 27 në ligën e dytë mundi Bregalnicën me shifra 2-1, duke hedhur një hap të madh drejt ligës së parë. Tashmë klubi futbollistik Arsimi rënditet në pozitën e dytë me 58 pikë, vetëm 2 më pak se Makedonia Gjoshe Petrov, të cilën skuadra e mirëpret në Gostivar fundjavën e ardhshme më 10 maj. Trajneri i klubit futbollistik Arsimi, Vildan Saliu, shprehet i lumtur për këtë fitore dhe ka përgëzuar gjithë lojtarët për angazhimin. Po sigurisht është një fitore shumë e madhe, një fitore me shumë vlera, një fitore e cila na afron një hap afër asaj ëndrrës të cilën e potencuam disa ditë më parë këtu në televizionin tuaj. Unë vetëm du t'i përgëzoj lojtarët e mi për angazhimin, seriozitetin, disiplinën. Na ishim të vetëdijshëm se na pret një përballje shumë e rëndësishme ose derbi në fakt sepse Bregalnica është një ekip cila ka një traditë shumë të madhe në futbollin vendor, por ne ishim me një vetbesim shumë të lartë, motivim shumë të lartë dhe të gjithë lojtarët ishin të përkushtuar në maksimum me zbatuar detirat, edhe pse rezultati është i ngushtë, por me lojën që tregon besoj duhet të ishte më i thellë, po sigurisht nuk mund të gjithë shansat me u konkretizu. Me rëndësi janë 3 pikët, angazhimi i gjithë lojtarëve dhe ne jemi shumë të kënaqur, shumë të lumtur në këtë moment që në ëndër jemi gati të e bërë realitet. Për dallim nga klubi futbollistik Arsimi, skuadra e Bashkimit bën një hap fals, duke barazuar 1-1 në Kumanov për Skopjes, një rezultat që jep një avantazh shumë të madh Arsimit drejt ngjitjes në ligë të parë. Për Gjarë që nuk e di, po ndëgjova se Bashkimi ka mbaruar 1-1 dhe kjo është një avantazh shumë i madh për ne, për shkak se tash radhitemi në vendin e ditë dhe na kanë ngel edhe 3 ndeshje ku realisht besojmë fuqishëm se edhe ato 3 ndeshje do të hapin maksimumin dhe dal ngadalë, domethënë këtë rrugtim të gjatë të cilën ne kena filluar para 6-7 muajsh ta konkretizojmë që është Arsimi ta shohim në ligën e parë. Arsimi në mesjavë do të udhtoj drejt Velesit për të përballur me Borecin, që tashmë ka humbur statusin e skuadrës së ligës së dytë, derisa në girën e fundit, atë të javës së 30, skuadra e Vildan Saliut do të përballet me Vardar Negotina në transfert. Ndeshja e radhës me Borecin në Veles, ku ajo ekip sigurisht matematikisht ka konfirmuar rënje nga kategoria, por ne nuk do të na bëjnë një pengesë, do motivojna në maksimum, do ta vlerësojmë lojën lart si çdo ndeshje të cilën kemi vlerësuar, do të hapim maksimumi, inshallah do kthehemi me 3 pikë edhe nga atje. Fitoria e sotme rëndit klubin futbollistik Arsimi në vend të dytë me 58 pikë, Bashkimi rëndit e dyti me 57 pikë, ndërsa pozitën e parë mban Makedonia Gjoshe Petrov me 60 pikë.